Thot nuk vlen fanella Elbasanit, se mos harrojmë Elbasani e Gnati janë 37-37. Vetëm ndeshja direkte ka, kështu që edhe Elbasani pothuajse ndeshja direkte penalizoi. E vetmja gjë që Gnatja bëri mirë është se nuk kishte Trystinë për të dalë kampion ke Final Four-it. Gjithë Trystinë e kishte Vllaznia dhe Elbasani, gjë që futbollistët nuk e suportuan dot atë pjesën e presionit, nuk e mbajnë dot mbi shpatlla. Edhe kjo gjë i ndodhi për mirë e Gnatjes, duke mos pas të ngarkesën që me pikët që ishin të më pak të favorizuar për dalë kampion, kështu që luajtëm më lirshëm. Pastaj, siç e themi që Oreksi vjen duke ngrënë, i mundën të dy skuadrat direkte në ndeshje që kishin përballë njëra tjetrës. Kjo gjë ndihmoi, pastaj ndeshja fundit unë mendoj që Vllaznia me Elbasanin sot më shumë e kanë pasmendjen tek Gnatja me Dinamo, se sa kanë luajtur në futbollin për njëri tjetrin vetë. Kështu që mendoj që Gnatja me merit patjetër ka fituar këtë kampionat, dhe pak me profesorin që thotë që nuk pëlqen kjo formula. Në fillim ishte Vllaznia kampion, fal kësaj formulës na shkoi deri në ndeshjet fundit për ta parë një ndryshim. Domethënë Vllaznia vend parë shkoi vend tretë, Gnatja vend tretë shkoi vend parë. Domethënë fal formulës e fitoi Gnatja. Profesori e tha në kontekstin që kjo formulë ka sjellë shumë lëshime. Kjo është thelbi, se një ekip kur lut 3 herë, pra ne morëm vesh që janë 4 ndeshje dhe marrëveshje. Në këtë kontekst e kishte profesori. Ke pjesa e lëshime pastaj duhet me pas. Pra, po kjo është pra pjesë